Ndonjëherë divorci është akti më i madh i dashurisë për veten dhe për personin tjetër. Shumë njerëz preferojnë të shndrojnë në marrëdhënie të fikura emocionalisht, ku ka ndodhur një divorc emocional, për arsye të ndryshme, për mos lënduar fëmijët, për të mos lënduar pjesëtarë të tjerë të familjes, ose sepse e kanë të vështirë të lënë idetë e tyre, mendimet e tyre në lidhje me marrëdhënie, në lidhje me familje. Por duke i qëndruar në marrëdhënie të tilla, ju nuk ja jepni mundësinë njëri tjetrit që të shprehin maksimalisht vetveten në një marrëdhënie tjetër me një partner tjetër, të rilindin përsëri, të rifillojnë një jetë të re. Në raste të tilla, shikojeni divorcin ashtu siç duhet parë dhe jo me mënyrën se si e shohin të tjerët dhe jo me mënyrën se si e gjykojnë apo e paragjykojnë të tjerët. Dhe merrni vendimin e duhur për veten tuaj, për të çliruar veten dhe partnerin tjetër.